Ai që të kujton mangësit me butësi dhe ruan nderin tënd në mungesë, nuk ka kursyer asgjë në këshillimin tënd. Kjo thënie e Imam Aliut thekson rëndësinë e këshillës së sinqertë dhe vlerën e jashtëzakonshme të atij personi që të udhëzon drejt njohjes së të metave të tua edhe njëkohësisht e mbron nderin dhe reputacionin tënd kur ti nuk je i pranishëm. Le të thellohemi në kuptimin e kësaj thënie ndriçuese në dritën e Kuranit. Kurani i nxit besimtarët që ta këshillojnë njëri tjetrin me sinqeritet dhe përgjegjësi. Në surën Asr, në ajetin 3, Allahu thot: "Dhe ata që e këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën dhe e këshillojnë njëri tjetrin për durimin." Ky ajet thekson rëndësinë e këshillimit të ndërsjell me të vërtetë dhe durim, gjë që përputhet plotësisht me thelbin e kësaj thënie. Po ashtu, në surën Huxhurat, ajeti 11, Allahu thot: "O ju që besuat, mos e përqeshni një popull tjetër, ndoshta ata janë më të mirë se ju, as gratë të mos përqeshin gratë të tjera, ndoshta ato janë më të mira se ju. Mos e ofendoni njëri tjetrin dhe mos e thërrisni njëri tjetrin me nofka fyese." Ky ajet nënvizon domosdoshmërinë e ruajtjes së nderit dhe dinjitetit të njëri tjetrit dhe ndalon përqeshjen, fyerjen apo cënimin e reputacionit të tjerëve. Kjo lidhet drejt për drejt me mesazhin e thënies, e cila vlerëson mbrojtjen e nderit të tjetrit, sidomos në mungesë të tij. Fjala e Imam Aliut shërben si një përkujtesë se ata që na këshillojnë me sinqeritet dhe na i vënë në dukje të metat tona janë njerëz me vlerë të rrallë. Ata investojnë kohë, përpjekje dhe ndershmëri për të na udhëzuar drejt të vetë përmirësimit dhe për të mbrojtur emrin ton. Motivimi i tyre buron nga kujdesi i sinqert për mirëqenien dhe rritjen tonë shpirtërore. Kur dikush ne i tregon të metat tona, kjo mund të jetë një përvojë porulëse, por edhe shumë e dobishme. Ajo na jep mundësinë të reflektojmë mbi veprimet tona, të korrigjojmë sjelljen dhe të përpiqemi për përmirësim të vazhdueshëm. Duke i pranuar dobësitë tona, ne hapim rrugën drejt zhvillimit personal dhe forcimit të lidhjes son me Allahun. Po ashtu, ruajtja e nderit ton në mungesën ton është dëshmi e sinqeritetit dhe besnikërisë së atij që na këshillon. Ai mbron reputacionin ton nga shtrembërimi apo përgojimi, duke siguruar që emri ynë i mirë të mbetet i paprekur. Kjo forcon besimin dhe respektin e ndërsjellët dhe na nxit të jemi më të kujdesshëm ndaj veprimeve tona dhe ndikimit që ato kanë tek të tjerët. Në përfundim, thënia e Imam Aliut nxjerr në parë rëndësinë e këshillës së sinqertë dhe vlerën e atyre që na ndihmojnë të njohim të metat tona dhe që e mbrojnë nderin ton. Ajo na përkujton rëndësinë e vetë reflektimit, vetë përmirësimit dhe ruajtjes së reputacionit të mirë. Si besimtar, duhet të përpiqemi të jemi njerëz që japim këshilla të sinqerta dhe të dobishme, por edhe të jemi të hapur për t'i pranuar këshillat dhe për t'i korrigjuar gabimet tona. Allahu na dhënë urtësi për t'i njohur mangësitë tona dhe për ulësi për ta pranuar këshillën e sinqertë nga të tjerët.